USS Winston Churchill, një destroyer i armatosur deri në vëmë me raketa i marinës amerikane, pjesë e grupit të sulmit të aeroplanmbajtëses USS Gerald Ford, ka kaluar në kushticën e Gibraltarit. Aeroplanmbajtësia më e madhe në botë, pa duke hyrë në detin e zvetë të premten, u dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump si pjesë e një grumbulimi masiv ushtarak në lindjen e mesme. Aeroplanmbajtësia kaloi në kushticën e Gibraltarit që lidhoi Oqeanin Atlantik me Mesdheun. Trump, i cili më herët kishte dërguar një aeroplanmbajtëse tjetër në lindjen e mesme, sa të premten se po konsideron mundësinë e një sulmi të kufizuar ndaj Iranit, nëse negociatat dështojnë të sigurojnë një marrëveshje bërthamore me Teheranin. Dhe analistët kanë paraqititur shumë skenare se si dhe ku mund të nisë lufta. Por ndërkohë Irani nuk ka qëndruar duar kryq. Rojat revolucionare iraniane kanë kryer stërvitje ushtarake në Irak për rreth vendit, ndërsa ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, paralajmëroi të hënën se vendi i tij do të detyrojë të sulmojë interesat amerikane në lindjen e mesme në përgjigje të çdo sulmi të mundshëm. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të na sulmojnë, atëherë kemi të drejtë të mbrojemi. Nëse SBA na sulmon, ky është akt agresioni. Ajo që bëjmë në përgjigje është një akt vetmbrojtjeje. Za Araghchi me një intervistë në rrjetin amerikan CBS. Është e justifikuar dhe legjitime. Raketat tona nuk mund të godasin tokën amerikane, por ne do të bëjmë diçka tjetër. Do të godasim për shembull bazat amerikane në rajon.